Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1508, Maksimiliani I parë shpalli perandorinë e shenjtë romake, perandoria e parë në shekuj që nuk u kurorzuar nga papa. 1778, Franca njeh Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një komb I pavarur. 1808, nënshkruhet marrëveshja, hapet për herë të parë bursa e Milanos në Itali. 1832 në Skoci evidentohet rasti I parë I epidemisë së kolerës që vrau mijëra njerëz. 1922, kryebishkopi I Milanos Achille Ratti bëhet Papa Piu XI. 1929, Nën Tereza arrin në Kalkuta për të filluar punën e saj të bamirësisë mes njerëzve më të varfër dhe më të sëmurë të Indisë. 1935, loja e famshme Monopoly, apo siç e njohim ndryshe Mos u nxe, nën patentën e vëllezërve Parker del në shitje në Shtetet e Bashkuara. 1952, ndron jetë mbreti George VI I Anglisë, Elizabeta II zgjidhet në krye të Mbretërisë së Bashkuar. 1967, revolucion kulturor, Enver Hoxha nxit grupe të rinj që të vërshojnë kundër kishave e xhamive, duke përdosur, shkatruar, djegur, plaçkitur në emër të luftës kundër Sovjetrës. Shqipëria bëhet vendi I vetëm ateist në botë. 1971, astronauti I misionit Apollo 14, Alan Shepard, luan golf në hën. 1971, shkencëtarët kimisë në Berkeley të Kalifornisë krijojnë për herë të parë hormonet sintetike. 1921, Charlie Chaplin publikon filmin e tij të parë të gjatë The Kid, një film pa zë. 1981, ribashkohen ish Beatlesat për homazhe ndaj John Lennon. 1987, Ronald Reagan regjistron rekordin si presidenti më I vjetër në Shtetet e Bashkuara. 1999, nga aeroporti I Prishtinës u nis për në Rambouillet të Francës, delegacioni UÇK-s që vulosi më pas atë që u bë e njohur si marrëveshja e Rambouillet. 2002 është prezantuar zyrtarisht modeli I ri I Ferrarit F1 2002. 2012, Britania e Madhe feston vitin jubilar të cilësuar të diamant për 60 vjetorin e mbretërimit të mbretëreshës Elizabeta II. 2023, tërmete të fuqishme godasin Turqinë dhe Sirinë, së pari me magnitudë 7.8 ball në orën 4:15 të mëngjesit, I dyti me magnitudë 7.5 në orën 13:24. Numri të vdekurve në Turqi shkon 59.000, ndërsa në Siri 8.000.